Sot do t'ju tregoj se çka kam bler me 9 pound e 50p këtu. Te qeska e kam. Do t'i shikoni edhe do më thoni si janë çmimet në vendet ku ju jetoni për këto gjëra që unë kam bler sot. Ja t'ua tregoj pak se çka kam bler unë këtu te qeska. Ua thash çmimin, po ua tregoj dhe çmimin këtu. Shikojni edhe një herë se mo nuk më besoni. 9 pound 50p. Tani, shikojmë se çka kemi brenda të paketuar. Kemi një kuti me kocka. Tu kemi një këmbë viçi të prerë në copa. Është këmbë goxha e madhe. Kuptohet këmbët e viçit të mëdha, në po. Ishte edhe ca që ishin më të vogla, atje unë zgjodha më të madhen. Ja ku kemi edhe një kokë. Delje, qëngji, nuk e di mirë, tamam. Si mund ta quajmë? Se duket as e vogël as e madhe mesatare, kështu. Dhe gjitha këto që thatë juve, të treja këto, kushtuar, si që thash edhe në fillim, 9 pound e 50p. Nuk e di, tani mund të më shkruani në koment se si janë për këto 3 gjëra që unë bleva. Çmimet në vendet ku ju jetoni, të bëjmë një krahasim. Uroj të kaloni sa më bukur kudo që t'jeni, kaloshi bukur!